Këngëtarja e njohur Miriam Cani ka festuar sot ditëlindjen. Ajo ka marrë urime të shumta nga fansat dhe miqtë e saj, por edhe një postim të veçantë nga bashkëshorti, Alban Skënderaj. Albani ka zgjedhur që ta urojë Miriamin me një foto të vjetër, kur ata ishin ende shumë të rinj dhe një foto nga koncerti i tij. Në krahët e mi gjithë jetën. Gëzuar dashuri, shkruan Albani krahas fotove. Më pas vetë Miriami ka bërë një reflektim, teksa ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një foto, ku shihet e rrethuar nga lulet dhe torta e ditëlindjes. Ka një moshë, ndoshta kjo, ku gjithçka merr një dritë tjetër. Nuk është se jeta bëhet më e lehtë, por ti bëhesh më e qartë. Nuk ndjen më pak, por ndjen më me vetëdije. Nuk lufton më për të patur gjithçka, por për të ruajtur atë që ka vërtet vlerë dhe ke ndërtuar ndër vite. Mëson të mos shpenzosh veten në drejtim të gabuar. Të mos i bësh më përshtypje botës, por të ndërtosh një botë ku je e qetë me veten. Të mbash pranë ata që të ndriçojnë shpirtin dhe të largosh gjithçka që të rëndon dhe që nuk është e vërtetë. Falenderuese për këtë udhëtimin, për mësimet, sfidat, gëzimet dhe lotët, për çdo kthesë që më solli këtu dhe të gjitha bekimet që Zoti më dhuroi në jetë. Për këtë ditëlindje nuk kam asnjë dëshirë, veçse mirënjohje. Dhe një lutje e heshtur në zemër, që mami im, atje ku është, të ndihet krenare për mua, shkruan Miriami.